Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Betohen në mëngjesin. Shkon në ajetin tjetër për vazhdimin e tefsirit. Dhe natën kur të rohet e qetësohet. Betohen për dritën e mëngjesit dhe për natën që mbulon gjithçka. Allahu i lartësuar betohet për atë kohë të ditës në të cilën shpërndohet dhe shkëlqen drita dhe ngrohtësia e saj. Me pas, ai betohet në natën kur errësira mbulon gjithçka. Me këto betime, i Madhëruari kërkon të tregojë për kujdesin e madh të tij për profetin e zgjedhur, prandaj ai thot: Zoti yt nuk të ka braktisur as nuk të ka urrëtur. Zoti yt nuk të ka braktisur as nuk të urrën. Kuptimi, Zoti yt kur nuk të ka lënë, por gjithmonë është përkujdesur për ty. Ai kur nuk të braktis, por përkujdeset dhe rregullon çështjet e tua më së miri. Ai do të të lartësoj grad pas grade. Gjithashtu, Zoti yt kur nuk do të të urrente, sepse të zgjodhi për të dashur. Mohimi i urrëties nënkupton pohimin e nivelit më të lartë të kundërtës së saj, sepse vetëm mohimi i diçkaje nuk konsiderohet lavdërim, veç nëse ai nënkupton pohimin e të kundërtës së saj. Kjo ishte gjendja e profetit, e shkuara dhe e tashme e tij. Ai kishte dashurinë e plot dhe përkujdesin e vazhdueshme të Zotit të tij. Ai ishte vazhdimisht në arritje, përsa u përket gradave të tij të përsosmërisë si adhurues i Zotit. Ndërsa për sa i përket të armës që priste, i lartësuar i thot: Me të vërtetë, jeta e ardhshme për ty është më e mirë se kjo jetë. Bota e ardhshme është për ty shumë më e mirë se kjo e para. Për çdo moment që kalonte, gjendja e profetit do të ishte më e mirë se e shkuara. Çdo çast që kalonte e gjente profetin më lart në grada, më tepër mbi miqtë e tij dhe me fe më shumë dominuese. Kështu plotësoi mirësia dhe begatia e Zotit të tij mbi të, mbi fenë e tij dhe mbi umetin e tij, derisa ndërroi jetë. Kur ndërroi jetë, ai tashmë kishte arritur një gradë që askush nga të parët dhe të fundit nuk e kishin arritur dhe as do të mund të arrijnë. Me pas, mos pyet për mirësinë dhe lumturinë që i është premtuar profetit në ahiret. Allahu i Madhruar thot: me të vërtetë, Zoti yt do të japë ty e ti do të jesh i kënaqur. Zoti yt do të japë e ti do të kënaqesh. Nuk ka shprehje më të plot për të treguar mirësitë e mëdha që i premtohen profetit në ahiret, sesa kjo shprehje edhe nga i Madhruari. Pastaj Allahu i lartësuar i kujton profetit e tij mirësitë e veçanta që i dhuroi atij dhe për kujdesin e veçantë që tregoi për të në faza të ndryshme të jetës së tij. A nuk ishte ti bonja e ai të mori në strehim? A nuk të gjeti ty jetën me të strehoj? Kuptimi, në kohën kur ti nuk ishe as nën, as baba dhe kur nuk ishe në gjendje të kujdeseshe për veten tënde, i Madhruari u kujdes për ty, duke bërë të mundur që të rriste gjyshi yt, Abdul Mutalibi. Kur vdiq gjyshi, kujdesaria i kaloi xhaxhait tënd, Ebu Talibit. Me pas, Allahu i lartësuar e forcoi krahun tënd me ndihmën dhe mbështetjen e tij të drejtë për drejtë dhe nëpërmjet besimtarëve të shumtë, dhe të gjeti të humbur të pozuar e të udhëzoi me shpalljen e Kuranit. A nuk të gjeti të pozuar dhe të udhëzoi? Ti nuk e dije se ç'është shpallja dhe as imani. Zoti i të mësoi atë që nuk e dije. Ai të bëri të gatshëm dhe të inspiroi që të bësh veprat më të mira dhe të stolisesh me virtytet më të larta. Dhe ishe i varfër e të bëri të pasur? A nuk të gjeti të varfër dhe të begatoj? Ti ishe i varfër, por Zoti të pasuroi duke bërë që, për një kohë të shkurtër, pasuritë e mbretërve dhe perandorëve të ishin në këmbët e tua dhe të umetit tënd. Kështu, ai që largoi prej teje këto mangësi, ai do të përkujdeset vazhdimisht për ty. Ai që të pasuroi dhe të strehoi, ai që të dha fitoren mbi çdo armik dhe të udhëzoi në rrugën më të ndritur, ai meriton falënderimin, adhurimin dhe mirënjohjen tënde të thellë. Mirënjohje ndaj tij shprehet me të gjitha format dhe mënyrat, mes të cilave. Mos e nënçmo banjakun. Jetimin kur mos e nënçmo. Kur mos u sil keq me jetimin. Asnjëherë mos u bezdis dhe mos u ngushto me përkujdesin ndaj tij. Kur mos e nënçmo jetimin apo ta fyeshat me fjalë rënduese, por nderoje dhe trego bujar me të, ashtu si të vi me lehtë. Trajtoje jetimin ashtu si do të dëshiroje që të tjerë të trajtonin fëmijët e tu pas vdekjes tënde. E lypse mos e refuzo me ashpërsi. Lypësin kur mos e largo me vrashtësi. Kur ti drejtohesh lypësit, kujdes. Mos e rëndo me fjalë dhe mos e përzë me vrashtësi. I jepi lypësit nëse ke mundësi ose në të kundërt, largoje me butësi dhe mirësjellje. Këtu bëhet fjalë jo vetëm për kërkuesin e pasurisë dhe të mijave materiale, por për çdo lloj lypsi dhe kërkuesi, siç është edhe kërkuesi i diturisë. Për këtë arsye, mësuesi duhet të sillet në nxënësi me mirësjellje, me butësi, dashuri dhe ngrohtësi, sepse kjo ndihmon shumë në arritjen e synimit nga nxënësi. Mirësjellja është një ndihmë e madhe për ata që kërkojnë të rregullojnë shoqërinë dhe vendin. Dhe dhuntit e Zotit tënd, shpreh. Por të mirat që të ka dhënë Zoti yt, tregoj. Këtu bëhet fjalë për të mirat e fesë dhe të dynjas. Kështu, kuptimi është,
Lavdëroj Allahun për mirësitë që të ka dhuruar, duke i përmendur ato edhe në mënyrë të veçantë, nëse ka dobi në përmendjen e tyre, ose thjesht fol dhe përmend mirësitë e përgjithshme që Allahu të ka dhuruar, sepse pohimi haptas i këtyre mirësive është një nxitës i madh për të qenë falënderues dhe mirënjohës ndaj Allahut dhe shton dashurinë për të. Zemrat janë të preruara që ta duan atë që u bën mirësi. Këtu përfundon komenti i surës Dua dhe, për këtë, falënderimi i takon vetëm Allahut.